Kryetarët e komunave kanë paralajmëruar një protestë, disa për kryetarëve se jo të vetëvendosjes, por përpara Rama, Agi Maliusha, Totaj edhe kryetarët e LDK-s kanë paralajmëruar një protestë me një shtator për shkak të përpjekjes kurd qeverisë në fakt për të marrë në menaxhim disa prona publike komunale, cilat jepën në shfrytëzim. Edhe për shkak të edhe për shkak të bllokadës projekteve. Do ta mbështesni ju si PSD? Spari na jemi kategorikisht kundër kësaj nisme ligjore. Do me thonë konventa për veçërisje lokale, e cila është integruar edhe në Kushtetutën e Kosovës si disa pi konventa, shtyn idenë të centralizimit pushtetit të qytetarit. Ideja që më ia marr krejt titullarin e pronës të çdo gjaje, pra mendoj edhe të objektit komunës, do në çdo gjë që është publike dhe shoqërore me marrë qeveria, ose agjencione që ata do ta krijojnë për këtë, është papranueshme, po është logjik jo demokratike. Albini nuk është të dash demokracia. Albini po thotë, unë ju japi cirk dhe buk, që ka qenë pej Cezarit, ky e ka përkthy këtu tash punë e drejtësi. Si ju intereson juve çu bëj atë punë. Edhe absolutisht ne nuk mbështesim to. A i mbështesim kryetarët, as nuk na ka bërë ndonjëkush ndaj kërkesë. As nuk e di çfarë proteste kanë me bëu, a është proteste aty në individualisht, a i kanë thirrë qytetarët, a kanë thirrë, nuk e kam idenë. Domethënë nuk e di. Po m'lën për dëshiru që këto protesta kanë ndaj farë plani çka kanë me bëu. Ma shumë po mdohet që janë protesta sporadike të cilat lidhen shumë me 16 shtatorin. Do bëllohet që më shumë lidhen me 16 shtatorin sa me kauzën vetë. Kauza është e drejtë, që më duhet më hu, po ndjenin që është ma jep, krejt qëto lëvizje që janë, është një ngritje e paknacis përballë datës 16 shtator, të cila shumë vonë. Kur dash me bë protesta, këta na kanë sulmu. Okay. Populli i Kosovës le ta den, vendimin Hag është marrë, nuk e di çfarë është, po është i marrë. Se çështu funksionon gjykata. Tash është tu shkru vendimi, është tu arsyetu. Se edhe herë pe përsëris. Vendimi merret shumë paraprakisht, e i vyn muj për me shkru dhe me argumentu vendimin, qoftë ai lirus, qoftë ai dënues. Dhe protestat në këtë fazë janë vetëm për me shfaqsu veten dhe po mendojnë që mundën me orientu kundër pushtetit. Ti shohim ç'po zhvillohen, ti shohim cilat janë kërkesat, po praktikisht jam skeptik. Do sikur që entuziazmi që u kriju kur ndodhi ai sulmi me vezë pak me ujë, dhe kush doken. Po dalim pipin ka i kafe para zyres, po hin pe vezën ato, është Albini këtu, ai thonë po, po ka ardhur herët ai. Ç'është është? Ç'është çfarë kjo së protest? Po megjithatë është një lloj aksioni politik, është një lloj kërkese për të ardhur për të përgjigjur për ta bërë. Është e drejtë e tyre, po jo. Demarkimi jon me partitë opozitare është shumë më serioz se kaq. Mund të bashkohen veç për çështje që kanë shumë më për një dhe që janë shumë më urgjente. Okej. Nëse partitë opozitare thrasin në protestë gjithë popullore dhe blokadë të plot deri në rrëzimin e Kurtit, do të bashkoni ju? Nëse çështjo është kërkesa, po. Po nëse kërkesa më saj është konstituoja e kuvendit, jo. Pra nëse ka një kërkesë për rrëzimin e Kurtit, po mëre? Absolutisht, veç kërkesa do të më qenë qartë, jo me negociu me Kurtin nesër. S'ka negocim, s'ka konstituim kuvendit, është përgjegjësi e Kurtit tash. Ai na ka shtin këtë hapësirë. Këtu janë dy rrugë. Ja e lën ata le ta marrin bllokum sa dush, 5 vjet le ta marrin. Ti mundo me bin popullin me rrezu. Po mos jam mund sa ti mu normalizu. Se ky pe mon 6-7 muaj, pe qen zgjedhë kur po dal, edhe këta po thonë vallat që ky popull hapet na votoj, po mirë ta bëni. Pse ja mundsove ti mu konstitu? As Nisan mos jam mundsove. As mos i çon në kryetar të kuvendit, as kur gjë. Është vendimi i tij, le ta çon ai pyetje në gjykatë kushtetuese, kryeministër është. Edhe thotë ç'a më bosi e mblloku. Ai vetë pi bllokon, e këta pishtin me zhblloku. Tani jo serioz. Po kur po flasim për rrëzimin e Kurtit, a mund të ketë revolt të tillë, sepse ka disa element, po. Qëre, është vështirë me parashiku reagimin popullor, po për mua gjasat janë minimale. Jemi larg asaj dite, po duhet më anis. E që kjo nuk është nisje. Se unë pisho që do opozitarën të lumtur, nuk është nisje. Kjo është performancë për rrjetet sociale.
s'mundesh më kohë një ditë i nervizum ditën tjetër jo. Aja propozojnë tani në kryetar